Zonat e mbrojtura në qarkun e Shkodrës edhe gjatë këtij viti kanë tërhequr një numër të lartë vizitorësh, vendas dhe të huaj. Sipas të dhënave të administratës rajonale të zonave të mbrojtura, nga janari deri në fund të shtatorit, këto zona janë vizituar nga mbi 1.160.000 turistë, duke shënuar rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Vetëm në Parkun Kombëtar të Alpeve me qendër Thethin janë regjistruar afro 430.000 turistë, ndërsa fluksi i vizitave vazhdon edhe pas përfundimit të sezonit veror, sidomos gjatë fundjavave. Turizmi nga janari deri në fund shtatorit ka qenë i kënaqshëm. Kemi diku 1.163.000 vizitorë turista në zonën e mbrojtur, krahasim me vitin që shkoi, kemi diku një rritje ka deri në 5% të pranisë të turistëve. Thethi që në vendin e parë dhe fluksi pathuajse gjatë gjithë vitit nuk pushon. Ndërkohë zona e Këlmendit në malsinë e madhe, pjesë e Parkut Kombëtar të Alpeve, ka rezultuar këtë vit më pak e frekuentuar. Sipas drejtuesve të ADZM-s, kjo lidhet kryesisht me uljen e numrit të operatorëve turistik që ofrojnë shërbime në këtë zonë. Për sa përket pjesës së Këlmendit, për arsye të emigrimit, që është një plagë, po themi në këtë zonë, ka një rënje, ka një prezencë më të ulët të turistëve, duke qenë se numri i strukturave pritëse është më i vogël. Me sipërfaqen e gjerë të zonave të mbrojtura dhe pasuritë e shumta natyrore e kulturore, qarku Shkodër mbetet një nga potencialet më të rëndësishme të vendit për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë son natyrore historike.